Receta natyrale që mund t'i provoni në shtëpi për të hequr kallot në këmbë. Kallot shkaktohen nga presioni i përsëritur në një pikë të lëkurës suaj. Shtresa shtesë në lëkurë rritet mbi zonën e prekur derisa të shfaqet një gujnë më e fortë dhe më e ngritur. Trupi juaj e bën atë për të mbrojtur lëkurën nga ekspozimi ndaj faktorëve irritues. Kallot nuk trajtohen në një problem mjekësor dhe nuk janë arsye për të kërkuar ndihmë urgjente. Nëse dëshironi të hiqni kallot sepse nuk ju pëlqen pamja e tyre, ka disa mënyra natyrale që mund t'i provoni në shtëpi. Uji ngrohtë. Përpara se të provoni ndonjë gjë tjetër, mund të trajtoni zonën e kallove për 20 minuta të zhytur në ujë të ngrohtë. Pasi të keni tharë lëkurën me peshqir, shikoni nëse mund të përfitoni butësisht një shtresë të kallos vetëm me gishtin tuaj. Uthulla e mollës. Përmbajtja acidike e uthullës së mollës mund të zbusë lëkurën e fortë të kallos. Përzjeni së bashku sasinë e ujit me uthullën dhe trajtoni kallot për 20 minuta duke i mbajtur këmbët në një legen me ujë.